shpreja, si që thamë edhe më herët. Jemi kthyer tani për diçka krejt tjetër, është momenti për në zdruar atmosferë, për t'ju larguar pak këtij aktualiteti politik. Me fol për verën, është e pamundur mos të fol për dashurit, pak për lidhjet, për atë se çka ndodh gjatë këtij sezoni të bukur. Zojën e kemi fillimisht, do të kemi edhe shumë lidhje të drejtë për drejta, por Zojën në studio kemi vetë. Zoj, mirë se erdhe. Zoj, ti fillimisht më na thon, a je pro një marrëveshje LDK vetëvendosje apo jo? Jo. Çka është? Për këtë temë kemi thirr Zoj. Okej. Kush me kë jemi drejt për të regjia dhe një atë lutëm? Okej, jemi me astrologen Afërdita Zoja. Afërdita, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit shumë. Edhe pse s'po e shohim, po energjia e mirë po vërehet, po dëgjohet kështu. Është Besa apo ashtu? Besa tashmë, ja, e kemi Besën. Na ka shkuar Besa, nuk është më këtu në Kosovë, kështu që jemi online. Besa, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit. Kemi nevojë Afërditën me pak nëse na ndihmoni, e po gjithsesi atë, nisim me Zojën pa. Se dukem apo jo? Për pak sekonda. Po, do rregullohet. Okej, në rregull, atëherë mund të filloj nëse mos të humbasim kohë. S'po humbasim kohë, hajde po nisim me ty, se Zoja në meqense se e kemi të emisionit këtu, shumë shpesh. Afërdita fillon me Afërdita, a ndërlidhet patjetër vera me këto simpatit, me këto lidhjet sezonale, apo jo? Apo thjesht është një përshtypje që jep vera, që jep deti, që jep dielli? Në fakt lidhet pak, sepse gjatë sezonit të verës tani është më nxehtë dhe njerëzit vishen me rroba pak më pak. Zhvishën më pak. Vishen pamjet e trupit mund të jenë pak më të dukshme se sa në dimër apo në sezone të tjera. Edhe në natyrë, po ta shikojmë kafshët në përgjithësi, zojsht apo dallën dyshe çiftëzojnë apo jo në pranverë ose në verë kur është pak më nxehtë. Dhe e dyta është se njerëzit kur shkojnë në përpushime, por shumë janë në plazh apo janë në përpushime, kanë punuar gjithë vitin, apo jo? Dhe i ka ardhur koha nga pikpamja psikologjike, në rregull, i ka ardhur pak koha tani që janë përpushime, në i birr më shumë, në i pi alkolike më shumë, i thua vetes tani unë meritoj që bëj qef. E meritoj që kaloj mirë, relax e këto gjërat. Pra, jam lot gjithë vitin dhe tani meritoj këtë. Pra, nga pikpamja psikologjike dhe nga kjo fakt mund të lindin edhe flirtet pak më shumë. Po, Afërdita, kjo vlen për ata ato që janë single apo jo? Kjo vlen për gjithë njerëzit. Këtu është çështja tani. Zoj, a e ndërlidhim, apo marrë frysh? Po se shumë ngusht kërseti. Po mu pajtu, po ata që e kanë menin mi bot që të sana me flirtue, këto nuk më ne që e presim vetë sezonën. E kjo që asaj është që nuk po jolojnë rëng këta që janë të martun, këta që janë të fejun, nuk po jolojnë rëng të në që janë single, me këshirë dhe me gjithë dikën se ka po njën, ka po sheve që të martun të fejun. Po më ne që së është në pytje sezona, është në pytje vetë njerëzit janë të tilë. Do me thonë trastia për këtë s'ka sezon. Besa, si një eksperte në kësaj fushë, ana sqaron edhe ti se sa ndërlidhe, sa ka një ndërlidhje vera, deti, dielli për cilat foli edhe Afërdita më herët, me këto lidhjet sezonale, me këto flirtet e bukura që janë në këtë periudhë. Patjetër, normal, moti i mirë i ngrit ato hormonet e mira, të rritet vitamina D, si të rritet vitamina D, i automatikisht ma i lumtur. Edhe shpesh thuhet ajo thonja që është nga pranvera nisin ato fluturat e barkut që te pastaj dashurohesh shumë lehtë. Çka duket shumë interesant është, nuk e di a keni dëgjuar për këtë teori, është që lidhjet e shëndosha gjatë pushimeve verore bëhen edhe më të shëndosha. Lidhjet e pashëndosha gjatë pushimeve verore shkatërrohen. Pse? Në të dyja rastet. Pse ndonjë njëra, pse tjetra? Tash kjo pikpyetja, unë besoj që kombinator të bën
Ka me ato të bënë që të gjatë pushimeve verore ti je ashtu për krejt streseve, për krejt obligimeve je i largume dhe ti është ashtu shumë free. Edhe s'ki qare pa u ballafaqu me partnerin ose me partnerën tënde. Do me thonë, jeni dytë përballë njoni tjetrit ashtu si që jeni. Kur është lidhja e pashëndoshtë i krejt ato vretit e këqia, ja të binë në sy ma shumë, e shumë tjera. Njëkohësisht e lidhjet e mira krejt ato veti, atë mira, atë këqia, qka do koft, ja sheh edhe ato dhe ja donë ma shumë. Hajde, një pyetje, jam shumë kurios me dëgju prej te. Jone, ja bona pyetjen Zoje, se mirë dha përgjigje, na nëse që tha që nëse dikush do me sezon, a? Po, a është me sezon kjo puna e flirteve tradhtive, a? Se e tha dhe Zoja që nëse dikush do Okej, këtu pra ndohemi, pak ti je me Zojen, unë jam me Besën edhe Afroditën për verën. Edhe astrologja shumë mire për i përshkrimin, a ndoshta kjo koha e verës i bën njerëz ndoshta mu vesh më bukur, ka disponim më të ka mirë. herë në pjesën e sezonit që unë po pajtona me Besën, paraprakisht që tha udhëtimet bojnë me nxjerr nëse një çift e ka një marrëdhënie të mirë ose një marrëdhënie të keqe, se është një pjesë që ty të bie me kalu kohë ndoshta më shumë me të, se nëse je gjatë kohës gjatë gjithë vitit jeni në punë, nuk jeni kohë shumë për njëri tjetrin, pushimin e ki ta më 100% dedikum për atë person. Zoj, Lekto, a shkon një verë, a shkon një pushim pa një flirt? Jo. Jep na një përgjigje me. Më falja, shkon kjo verë. Pikërisht nuk shkon. Jo çdo verë, po që verë duhet me dashuru. Ka pa sezonale, ka. Jo. A Verdita? A di pse, nëse dikush e pret vit sezonin me kriju një lidhje ose diçka menoj që s'është një lidhje, po nuk është punë pritje, thjesht vjen, është po energji. Po nëse vjen është mirë se vjen, po jo ti me prit krejt vitin, me prit si me ka paru sezonin. Jo, nas po thojmë ashtu që ne shtrihemi që ndrojmë dhe i vera dhe presim. Po je pank kjo Zoja, se prit deri verës për një flirt. Zoja pra është me atë që s'ka të bëj me sezon. Atëherë, s'do që tjetë, kur dielli është më i lartë, nxehtësia, elementi zjarri rritet më shumë tek çdo njeri, femër apo mashkull, dhe natyralisht pasioni, flirtet dhe këto gjërat në mënyrë natyrale na rritet në përgjithësi gjithë njerëzve. Po dikush zgjedh ta shprehë, të shpërthejë dhe të shpërthejë më shumë, dikush zgjedh të ketë kontroll. Por në mënyrë natyrale, ajo që unë doja të sqaroja, pak në pikpamje e ditorisë që unë përfaqësoj, që quhet ditoria vedike, çfarë është një marrëdhënie dhe çfarë është besnikëria, në çfarë do lloji sezoni, në të gjithë sezonet, në të gjithë vitin. Një marrëdhënie do të thotë, sepse siç e tha dhe vajza që është e ftuar aty, domethënë kur ke në pushime, kur shkon në pushime do përballesh pak më tepër me partnerin se ke 24 orë, me kalamaj, partnerin, domethënë nuk jenë punë. Nuk mund t'i shmangësh disa gjëra, je 24 orë në kontakt. Dhe është një test tjetër apo, po çfarë është marrëdhënie tamam? Marrëdhënie do të thotë marr dhe dhënie. Po, e ke bërë fiks si kurti. Marr dhe dhënie, domethënë çfarë është lidhja përsosur dhe çfarë është ose pse njerëzit tradhtojnë. Këtë temë do nuk e di. Po, kjo është temë tjetër, po pse, për shembull, Vera ndonjëherë për atë që e tha dhe Besa, edhe prish raporte, edhe prish marrëdhënia, ndonjëherë mbas edhe për shkak të këtyre sepse elementi zjarri gjatë verës është më i lartë, dielli është më i nxehtë. Okej? Dhe elementi zjarri dhe brenda nesh njerëzve, që do thot pasion. Okej, a Verdita, si po e shpjegon ti kështu, i bie që Verës ti themi partnerës unë falë tash se është Vera. Prezim deri në shtator. Ato e bie njerëzit që nuk kanë balancë mendore. Domethënë, unë ndër të tjera jo vetëm me astrologji, por edhe me meditim, për shkak njerëzit që nuk kanë balancë mendore, qoftë verë apo i kur është akull fare që është duke rënë borë në timër, me një balancë mendore mund përballoj çdo situatë dhe çdo epshe ose gjëra që i thot mendja. Domethënë unë çtash më po më kesh se që po thot pe lidh pak me astrologji. Unë domethënë edhe jam Luan, edhe sezona verës, tona zezat i pas na unë këtë verë po më duket. Po që si më dashuru hala. Domethënë unë pas ka mungu ose unë e kam vet kontrollin. Ata që janë në përgjithësi njerëzit që mund të trajtojnë ose që kanë tendenca, por nuk po them që trajtojnë, por kanë pak si tendenca në përgjithësi, janë njerëzit që kanë ascendent ose shumë të fortë binjakët, janë njerëzit që janë shumë kurioz.
du me ditë që do bëhet e këtë qiftja është në lumtur, apo jemi ne, apo do më thënë shumë kurios. Dashi, që vepron ka shumë zjarri është më madh tek Dashët dhe tek Luanën. Po ujori? Se e kena një ujor në studio. Njerëzit që janë Luanët kanë dëshirë që të lavdërohen nga partnerët. Dhe nëse partneri vjen lavdërimin në ato gjëra të bukura do I gjejnë dikush tjetër. Besa, do më thënë, kjo s'është tema, po u ndërledhë, u tha ndërreshta edhe nga Afërdita pak më herët. Flirti sezonal, a është tradhti? Unë besoj që çdo gjë që bëhet sheftas partnerit ose partnerës ka të bëj me tradhti, në atë kuptimin tradhti emocionale, nuk do me thonë gjithmonë tradhtia me kalun akt fizik, ashtu, mund të dhe me qenë tradhti emocionale. Ama flirti si flirt, nëse flirton me çka përdojnë me një kamarjere, ose 2-3 fjali shkëmben, ajo nuk është tradhti. Po thua pra që nuk është tradhti, po është pak që e nëndërson partnerin që e ki. Tradhti nuk është, tradhti jo nuk është, ama është pak që e nëndërson partnerin. Se në momentin që mas e logaritëm kamarjer ose kamarjere, je ty me personin tënë në tavolinë dhe e bën një flirt vogël, it's okej, mund është më kanë lozonjarë si person, po jo me qitë partnerin që e kinë tavolinë keq. Edhe ka jarë kur e qesin keq, dikon, tani kalojnë, s'kalojnë, tani bon të qëllimshme, kalojnë në tradhti, kalojnë në konflikte. Po zoj, ama unë po flasë për ato karakteristika që I falëm pak ma herët, kur je kështu se kështu, pak ma qëllë në të kuptimin. Edhe na I flirta është ndohë veç si rasisht, ato nuk bën mi marë, se qushe theve të shumë mirë spjegove që ka dhe personalitetet që janë ma të letzet shumë ashtu, adem kanë qef pak më... Po mirë, Besa, kur bëjmë flirt 2 persona, a përfundon gjithë shka aty? Se ideja është që ti nëse e bën me dikë dhe po edhe personi tjetër e bën ajo, nuk kupton që ka një lloj kimie, ka një lloj simpatie të dy anshme. Po pa tjetër që ka atëherë kimia, më nuk do me thonë që pa tjetër do të me bo masë një hap tutje. Okej, kjo është çështja, pra s'do me thënë pa tjetër. Pjesën atë. Mund të jetë momentale, se s'ka dhe astrologë. Po, vetëm Afërdita, a ndërlidhen pak këto flirtet dhe këto lidhje të shkurta edhe me atë që ka prej njerëzve që I pëlqejnë nga, natyrisht, po ka prej njerëzve që në anën tjetër, për t'u lidhur me dikë I duhet shumë më shumë kohë, domethënë duhet ta një pak më shumë, duhet lidhet pak emocionalisht, pra. Kjo e gjitha për cila po flasim ne ka të bëjë me atë se çfarë karaktere janë njerëzish edhe çfarë preferojnë. Po fol për sezonën e shtatorë. Jo, në sezonën e verës. Unë jam I verës, por ata në verë po qëndrojnë. Çdo njeri është I ndryshëm dhe çdo njeri ka pëlqimet e veta, ka përgjegjësitë e veta, varet se sa një njeri, për shembull njerëzit familjar që udhtojnë në pushime dhe me atë rastin që zonja parafolse përmendi, me të vërtet mund të këto flirte dhe këto gjërat mund të lindin më shumë, mund të ketë më shkaktojnë më shumë gjatë verës, sepse ka më të lirë, domethënë edhe mund të, domethënë balanca mendore, mendoj që duhet pa tjetër, sepse jam dakord, dhe nëse je me gruan ose me familjar dhe të flirtosh me kamarierën, sigurisht do të thotë që s'ke balancë mendore, nuk është mirë, e në vlerëson. Mbështesim këta, absolutisht, mos keq kuptomi, s'po e mbështesim. Domethënë, një balancë mendore në kuptimin që në çfarë do, edhe nëse ka pëlqime të një kamarier, nuk është ndonjë gjë e keqe. Po. Po, ama jo, nuk jemi duke... Afërdita, veç mos keq kuptomi që nuk jemi duke mbështetur këtë, që për ata unë edhe bëra ndërhyrjen pak më herët, kur e bëre shpjegimin e parë që kjo vlem vetëm për njerëzit që janë single, do të thotë, edhe janë të lirë, mund të bëjnë çfarë të duan, a? Jo, pa përjashtim kjo. Mendoj që njerëzit që janë të lidhur flirtojnë më tepër se sa njerëzit që janë beqar. Edhe është tepër, edhe është me to atë. Pse ndodh Afërdit? Sepse do ato që se ke dot. Do diçka tjetër që për shembull partneri atë nuk e ka dhe mund ta shikosh nga aspekti vizual dikush tjetër që e ka dhe ajo mania për të patur sa më shumë gjëra për veten, pra çështje psikologjike. Pa, ka të tjerë pastaj që dëshirojnë atë që ka partnerja jote dhe këtu fillojnë pastaj krejt këto. Tani mas nej nëse I llogarisëm, po për më është një situatë jo e mirë se mund ka rastis me një shumë raste që
janë konë që gjatë gjithë vitit edhe momentin që ja ka njësë me arë sezona e verës, konfliktet sanet jo ndodhe, prap me ja njësë lidhjes në teton nëntorë së në shkollë. Diqysh pret, sezonën e pushime. Po, kur s'ka besim në një lidhje, ndoshta njërit për partnerve i pengon edhe nëse dikush del më pak më shumë se që ka dalë në sezona tjera, pas ta i lindin keq kuptimet edhe nëse nuk ka një flirt. Po, ama nëse ti jetë qef me dikan edhe jetë gjatë gjithë vite të kini marrëdhënie shëndosh edhe të mirë, ti normal që kime pritë një pushim me shku me ta, kime pritë momentet mi kalu me ta, nuk është të legjeshme për menimin ta me priti në sezon të verës, me undo me partnerin tanë, me vazhdu me shiju ti me qilit tanë verën, edhe masej po këthejnë asin shkollë me anis pra viti tjetër. Pa, është darje, është pushim veror, si pushimet e shkollës. Pushim veror ti mundo me partnerin edhe me anis tanë të lidhen prapë. Bez, a është pushim veror ajo? Jo, pushim veror. A i varë tash, qëre ka dhe qifte tila që mirën vesh, në si forme. Po, ta me vedia. Nuk e di, nuk një rase tila, ama nuk edhe besoj që ato ndoshta janë edhe me të vërtet lidhje që janë jo serioze në atë kuptimin, që dy palët janë pak ma të lira ashtu si persona. Ama çka pëndohet pak si trend i rrezikshëm është që kjo që po ushqehet, apo të unë tash me këtë toksicitet, po kam përshtypjen që po ushqehet pak toksiciteti në përgjithësi edhe sidomos gjatë verës. Ushqehet pikrisht prej personave toksik. Ata që janë shumë gjeloza ose gjeloze, ata që kanë atë sekretin qysh me majtë partnerin ose partnerën në kontrol, për ata është sezona e verës të merë. A e dini ju se sa sene ata duhet mi mbajt në kontrol për me u konë për ata gjithë qka në regull. Do me thonë, është të merë për ata të mjerë, jo ndryshe me i qujt, me të vërtet të mjerë, që ata kur shok për shambull raste që flirtohet me dikon, janë në qift, për ndështa flirtohet, mu mbojnë pak për me keshë dhe thëmë, okej, ndështa për një nuk jam krejt qiftet ashtu toksike, se e shok që për shambull partnerja ose partneri merë ato gjona pak ma easy edhe nuk te i kalojnë ashtu. Amo për njerës toksik është vera të merë. Po që po thët besa dhe për njerëzit toksik. Po, për shambull do njerëz nuk e din as nuk janë të vedeshëm asë qysh gjelozojnë, asë qysh është gjelozia. Do me thonë, qatë që mundohet me shtrydh partnerin, se kjo zakonisht ndodhë për gjinjës mashkullore të gjinjëa femrore. Nuk e din dhe jo me tanë. Po dhe po është dy ashme, po që ma shumë anojnë mashkull që e lujnë atë rolin e gjelozit. Nuk din me dalu vetën qysh janë gjelaz. Gjelaz nuk është nëse femra jote ose dashura jote shoqërohet me shoqëninë e vet, dalin për kafe, shëtisin, kryjnë aktivitete bashkë. Do me thonë, aj të nëton me anal shoqnin, të nëton me hin jetë, të nëton me këthyve qka vetja, do me thonë gjelozojnë pa pikin e arsye se nuk dihet a është gjelozi, a është budallak i personit. Gjelozi, okej, pa e pas pak një loj gjelozi në qef nuk banë, se duhet me tani, okej. Po jo diri në atë pikë sa e s'kalojnë, po e bojnë gjelozi toksike, edhe masnej nuk din as pse unë të gjelozu. Edhe menojnë që jonë të e bon namin, se unë e po kujdesna për ty, ti si tu kujdes në fakt. Se një partner ideal, të përkra është me ty, bile edhe mundet me thonë dile pjeni kafe me shoqet. Shumë e vërtet, nëse është një person ideal. Ju nuk e bëni këto, se vetë personi duhet me ditë me kanë është në lidhja dhe ka raste kur partneri nuk është gjelos, po janë gjelos persona të rreth, edhe mbastaj thojmë pse po e lejon, pse ka dalë, pse ka shku, kjo është edhe ma e keqe presioni. Shoqni familje. Ata janë të mirë kuptueshëm. Ata janë të mirë kuptueshëm, po duhet me ditë deri ku është mirë kuptimit, që të kalon në xhelozi të shëndashme, gjelozi të letë, normale, jo toksike, jo me lujt rolin që unë e po kujdesna shumë për ty që po t'indala ju në sanët. Po kjo vlenë edhe për ju, naturisht. Po ku pindaljan, qdo person është i vedeshëm për veprimet e veta. Zoja, po vletë diçka tu ti vetëm të meshkujt kjo, është të jo, që dhe të femrat, po që zakonisht gjinja mashkullore në këto raste dominon ma shumë të femrat. Edhe bravo për ato femrat që janë ma shumë toksike dhe janë nëzime. Ajde që apërdit edhe shumë si pas astrologjisë. Kush gjelozon më shumë, ose edhe më mirë, ose kush e të pranë në gjelozi, me që Zoja po i mbron femrat? Atëherë, letë shkojmë të këtë shenjat që nuk dikojnë fare as me xhelozit, shenjat më balancuese, janë në fakt. Njerëzit që janë demi, gaforja, virgjëresha dhe britsjapi. Kurse njerëzit që luhaten, si që përmenda dhe më përpara, që xhelozit, impulsiviteti nga asgjëja, do me thënë bëjnë xheloz kodëm kod,
ose kanë probleme me veten, mos balans, atëherë më tepër janë binjakët, thash. Po. Luani, se Dashi dhe shigjetari. Shigjetari ka qef për eksperiencat të reja, domethënë në përgjithësi. Edhe janë shigjetari, do thosh shigjet, edhe këta flirtojnë goxha shumë. Shigjetarit janë flirtues pa parë. Shigjeta. Ose perëndia Eros në shumë mitologji që ka një shigjet dhe i gjuan dikujt që të bien dashuri me një tjetër. Keni dëgjuar besoj? Shigjetari. Kurse shenjat e tjera, të gjithë shenjat sigurisht njerëzit kanë tendenca për të xhelozuar. Varet nga çdo njeri është unik, çdo njeri ka xhelozi unike, nuk janë gjithë njësoj. Tradhtit ose flirtet ose besnikëria. Sido që të jetë, unë do thuaj që besnikëria në një çift, nëse do ta përmendim ta përkufizojmë, besnikëria në një çift ekziston kur një femër, sidomos, e shikon mashkullin e saj të lartë. Më të bukur, më inteligjent dhe të fuqishëm. Dhe ai është i lartë, do thotë ai ka balancë mendore, ka inteligjencë, nga aspekti shpirtëror ka hapur 7 çakra dhe të tjerë. Nëse një femër nuk e shikon mashkullin e vet, nëse i marr të burr, romanticitet apo çfarë do lloj lidhje, nuk e shikon, atëherë ajo është predispozuar të flirtojë me të tjerë. Gjithashtu, e njëjta gjë dhe për mashkullin. Pra, një marrëdhënie quhet energjia kalon nga mashkulli tek femra. Femra është na ke nxjerr punë me shaja se krejt ekipi është të humor. Çfarë shaje je, çfarë ku përfshihesh e kështu me radhë. Marrim na informacion nga Gaforia dalimi pa te Gaforia. Kështu që e tha Averdita. Te ata që ndikohen. Janë më stabil, thjesht janë shumë të ndjeshëm. Si t'ja bëj me Gafore që kanë dëshirë me flirtu gjatë gjithë sezonave. Gaforet nuk flirtojnë shumë, presin që presin nga tjerë. Nëse dikush i bën thënë ose e bukur je ose diku atëherë ato zgjohen. Vetë nuk Gaforet janë gjendje emocionale. Averdit, na e dojna terrenin e sigurt, nuk hina na gjithku. Ama ajo horoskopina e gjojna deri në fund. Shenja e horoskopit me dije dallon edhe në kohën kur është. Do më thonë, do karakteristikat që unë është mi pas nuk i dira je pjuti i pasër. Unë jam për veti Luani pasër, do më thonë në mes, që do sene që i thej jam, po do jo, sa është të nuk janë për ty janë për Luanët e tjerë. Ato që s'konvenojnë po pusjan. Jo. Luanët e kanë që janë shumë besnik edhe janë shumë të vendosur në vendimet e veta që i marrin. Për shembull, nëse vendosin me dash dikan edhe që sheceki gjinia femrore tash një san hyre te xhelozia. Po te xhelozia po jo xhelozi të keqe apo nuk tha kena xhelozi të keqe. Besa ty të kallzon tash për xhelozi toksike. Besa ka xhelozi të mirë. Luanët, sidomos femrat, domethënë janë Luani profesion mbretin ose mbretëreshën. E tyllit. Do të jetë domethënë nëse nuk është e para ose kështu atëherë lindin problemet. Besa, më duket na dyja jemi ujor apo jo? Jo, unë jam dash. Edhe që shë ka thonë, unë jam dash. Do që përshkrujti dikon tjetër, po unë s'mirë na heq me astrologji, shumë respekte për zonja. A nuk i beson apo si? Orna? është që nuk i beson, apo s'le përshtypje, thjesht kështu nga si kur e fare? Nuk përshtypje, të tregoj drejtë. Më duket interesant, kështu për nuk më përshtypje, edhe njën atër arsyeve është që pikrisht këto generalizime që bohen në astrologji, mas nejnë anën shkencore, nëse nalëshe i analizon qiftet për shembull, ose personat me probleme me çrregullime narcizoike, etj. Binë ndesh me njëna tjetrën e për këtë arsye dhe kur nuk më kalon për shtypja jo jam. Xhelozit mirë ka, pa tjetër që ka, xhelozia e mirë është nëse ki xhelozi, nëse donë me mri diçka ma shumë për të mirën e partnerës, ose për të mirën e partnerin, në atë kuptimin jo xhelozin pamjen e saj, jo xhelozin aftësinë e atij, ose çka do që ka të bën me personin në fjalë, atëherë është e pashëndetshme. Çdo gjë që ka të bën me rrethin, me kushtet, me
dituri, me aftësi, me çka do, ato janë masaj xhelozi shumë shëndetshme. Zoj ndalja jetën kohë. Se jemi duke shkuar drejt fundit, po nuk e di, do ta përfundojmë kështu bashkë edhe me Zojën, po edhe me Besën e Afërditën. A pajtojni me këtë që pavarësisht gjithave, gjitha sezonat janë të bukura, po realisht si vera nuk ka për gjithçka. E vërtet. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Kur ta Jam shumë dakord që si vera nuk për ka. gjithçka, ka përjashtime. Afërdit. Po, si vera nuk ka, sepse të thash në verë ti ratë parë një është sezoni, dielli, elementi zjarr, si të thash, është më i fuqishëm tek njerëzit. Janë në fakt, kur njerëzit janë me pushime në plazh ose diçka e tillë, janë në natyrë, janë në kontakt me 5 elementet e natyrës, me tokën, janë këmbëzbat për shembull plazh, detin, ajrin e pastër, që nuk janë punë zyrë, qërin shumë dhe Okej, Afërdit, se është emisioni i mëzditës edhe nështë ta zbë këtë pyetje, por një koment për këtë, se po lidhet shumë me ato që po i diskutoni. Pra, e thuhet që ndoshta pikërisht verës, kur njerëzit janë më të lodhur mbas diellit, temperaturat e larta, po gjithmonë e dëgjon nga njerëzit që është kjo dëshira është shumë e madhe për dashuri në këtë rast. Pra, a ndërlidhen pak këto me ato që ishe duke i thënë pak a shumë, që e arsyetën se Besa po qesh. Nuk e kuptova pyetjen tamam, por dashuria është më e zgjatë gjatë verës. Normalisht se kuptoj. Jo, po se dashuria që duhet atë. Jo, pyetja ka. Ka dashuri lidhet dashi, po. Dashi dhe dielli kur është në dash ose këto shenjat e zjarrit vjen më shumë dashuri. Dashuri falso, dashuri toksike, dashuri reale. Okej, po, hajde se ndoshta edhe s'kesh i qartë. Po ta bëj pyetjen direkte. Gjatë verës, a është dëshira më e madhe për të bërë dashuri? Patjetër, as diskutoj. Jam shumë 100% dakord. Besa? Nuk e di, për Besë nuk e di, për shkurt nuk e di. Zoj? Nuk e di, duhet me vetë patjetër. Jo, Gjithsesi Afërdit na dha një përgjigje sipas astrologjisë. Mund ketë njerëz që gjatë dimrit, domethënë poshtë batanijes, mjafton që energjia apo e mirë, që është të ndryshëm. Po. Besa, se i pasmi gjithë dimrit sa po e shohim, veç në të verës. Gjithsesi, kënaqësi shumë me ju pas, me ju dëgju në këtë bisedë pak jashta politikës dhe asaj që po ndodh. Besa dhe Afërdita, nëse keni diçka krejt për fund, jeni të lira. Jo, diçka veç të shijoni verën, kënaquni. Vera është e bukur, vera është e mirë, ka vitamin D, prapë merrni pika vitamin D, se gjithmonë kemi me pas mangësi të sajna, dashurohuni, kaq. Okej, falenderit shumë Besa, falenderit. Afërdita. Atëherë dhe unë sigurisht i uroj njerëzve që të kalojnë mirë gjatë gjithë verës, kudo ku janë, në çdo moment që janë, dhe edhe pëlqimet që kanë, ose zjarri tyre, vulkani, edhe nëse dëshiron të shpërthejnë, mirë është që të kemi gjithmonë një balancë në mendjen tonë. Jo vetëm të gjojmë mendimet, por të themi edhe gjërat e duhura. Dhe të kemi pasoja gjithmonë të mira dhe relaksuese, ashtu siç është dhe vera e bukur. Absolutisht. Afërdita, falenderit shumë për lidhjen sot. Ju përshëndesim. Përshëndetje ashtu. Dhe fjala e fundit për Zojën. Hajde Zojë. Sa janë e verën sa më shumë mirë e patëm, vera ka energji të mirë pozitive, dashuroheni thanë mirë, por mos e leni pa ngu dhe intuitën. Sepse nuk është gjithmonë veç dashuria, po edhe intuitën me ngu. Mos mi nol ndjenjat e tëne nëse dikush i pëlqen, nëse e pevren që ka njës me u dashuru, mos t'i ndry dhe ndjenja, altë t'jenë sa ma t'lirë me njerëzit që ata menojnë që është partneri idealit të ne dhe... Për me vazhdu shtator. Pa, në fakt, shtator, sezonin mas pushime verore. Pa, në fakt që njerës funksionojnë vetëm përmes intuitës, që e kanë është zhvilluar edhe... Shumë e vërtet, po, se ka herë, nështë ati menon që është një person i dur, po intuita ta thot të kundërtën. Po vetëm jo në dashuria, jo vetëm në lidhje, në përgjithësi, po. Dhe në momentin që ti e ki qatë intuit që është ka të vjanë, gjithë që shduhesh me ngu se intuita fol ma shumë se vetë shajsan që jetu menu ose jetu shkuna atë drejtem. Kështu që intuita është numër 1, ato mos e leni pa e qitë primaren. Tani vinë këto sanë tjera që thami balansu, me folë ma pak se që dohet,
edhe me fol ato shka dohet. Nësë me folë shumë e punush, ma shumë. Jemi në fund, se pak e kemi të pru me pytje, ose ma saksisht base unë, se Ajda ke shumë e kujdeshme në këto tema dhe në pytje që i bën. Patjetër. E përmbajtur. Ta bëjmë një përfaqësim kështu.